Padyshim që prej mirësive më të madhe që Allahu tregon për kujdesin e tij ndaj nesh, është zbritja e këtij librit madhështor, zbritja e Kur'anit famulart. Ky Kur'an është lidhja më e ngushtë e jona me Allahun. Është lidhja më e ngushtë që mund ta ketë një rob me krijuesin e tij. Dhe ky libër që ndriçoi shumë zemra kur bota ishte në errësirën më të madhe. Kur bota ishte në errësirën më të madhe dhe padyshim që është mrekullia më e madhe që i është dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vërtetues dhe shfuqizues i librave që ishin të zbritur para tij. Thot Allahu në Kur'an, ne ta kemi zbritur Muhammed librin Kur'anin e vërtet, duke vërtetuar librat e parë që patën ardhur para tij dhe garantues i tyre. Mirpo, sado që të mundohemi të flasim, të përshkruajmë apo të përkufizojmë fjalët e Allahut është shumë vështirë, sepse është e pamundshme që fjalët e krijesave të përkufizojnë fjalët e krijuesit. Është e pamundshme që fjalët e krijesave të përkufizojnë fjalët e krijuesit. Allahu thot në Kur'an: "Walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Sikur se të gjithë drurët, pemët që gjenden në tokë, të ishin stilolapsa, pemët që shkruan, e deti apo oqeanët të ishin boj, fjalët e Allahut nuk do të shtereshin. Allahu është i urti, i plot fuqishëm. Nga kjo kuptojmë se po qofse të gjithë drurët që janë në tokë të ishin stilolapsa dhe deti apo oqeanët të ishin boj, dhe të shkruan fjalët e Allahut, krijimi i tij, madhështia e tij, emrat dhe cilësitë e tij, fjalët e Allahut nuk do të mbaroheshin, ndërsa boja do të ishte shterur. Siç thot Katada, njëri prej komentuesve të Kuranit, në lidhje me komentin e këtij ajetit, Allahu e mëshiroft, idhujtarët thonin se këto fjalë, pra fjalët e Allahut, do të humbën, do të përfundojnë. Andaj Allahu e zbriti këta ajete. I zbriti këta ajete që, sikur se stilolapsat, do më thonë pemë të ishin stilolapse dhe deti, oqeanit të ishte boj, nuk do të shtereshin fjalët e Allahut, nuk do të mbaroheshin. Alhamdulillah.